saktësisht para 2 viteve, në fund të qershorit të vitit 2023, në mbledhjet qeverisë, të ashtu quajturën mbrojtje civile dhe brigadë veriore i kemi shpallur organizatat terroriste. Kritikat ndaj neve, kundërshtimet e sulmet ndaj neve pse i kemi shpallur organizatat terroriste kanë qenë të shumta. Mirë po, për pak muaj u pa që kemi pasur të drejtë. Në banjës të Zveçanit, në fund të shtatorit, e vron rështerin tonë policor, herojin e Kosovës Afrim Bunjaku, dhe ne kërkojmë dorëzimin e kryekriminalit e kryeterroristit Milan Radojqić me 44 paramilitarë të tjerë, të cilët morën pjesë në sulmin terrorist e kriminal të shtatorit të vitit 2023. Tash të njëjtit janë edhe më afër se mbrojtja e afërt e presidentit të Serbisë. Kjo tregon që kemi pasur të drejtë kur kemi thënë që ky grup kriminal e terrorist është i dirigjuar, financuar nga Beogradi dhe nuk është një grup huliganësh. Janë njerëz të cilët janë ushtruar në Serbi, i marrin urdhrat prej andej dhe kanë bërë agresion në Kosovë. Prandaj ata duhet i dorëzohen Kosovës. Kjo flet që ne kemi pasur gjithçka të drejtë dhe tregon gjithçka për vetë regjimin e Beogradit, i cili në njërin anë vepron kësaj për shkak se i mohon krimit e kryera gjatë luftës në Kosovë, e në anën tjetër vetëm sa e rrit bashkëpunimin me Kremlinin, me presidentin despotik Putin.